Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të mira që i takojnë atij. E falenderojmë shumë sundusin e madh gjithësisë që na bëri për muslimanëve dhe muslimaneve, për besimtarëve dhe besimtareve. Falenderojmë shumë Allahun Gjelle Shanu, Gjelle Gjelalu, që na mundsojnë këtë Ramazan të jemi e para në jetë dhe e dyta me shëndet dhe e treta agjërush. Gjithmonë për ato që kanë mundësi dhe i plotësojnë kushtet edhe kriteret. Thot sunduesi i madh i gjithësisë në Kur'anin famlart, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim tashmë agjërimi muajit Ramazanit. Kur është bë obligim? Është bë obligim në vitin e dytë kur profeti kishte udhëtuar për apo migruar në Medinë. Me tekst të qartë kuranor, thotë o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi muajit Ramazanit, si ato që kanë qenë përpara. Po të shihni edhe dhjatën e vjetër, dhjatën e re, pra Biblën, do ta gjeni që Jezusi apo Jahjai apo Gjon Pakzori siç përshkruhet aty, edhe përpara dhjatën e vjetër tek Musa e profetët e tjerë, do ta gjeni që agjërimi ka qenë traditë, siç e përmend Kurani. Ju është bërë obligimi juve dhe atyre që kanë qenë përpara jush. Pra gjithmonë për njerëzit e devotshëm, profet, edhe njerëz sinqert për meshkujve dhe për femrave që kanë dashur të jenë me Zotin e gjithësisë, kanë dashur të besojnë me sinqeritet. Obligimi ka qenë një nga gjërat e rëndësishme të ibadetit dhe të adhurimit që njerëzit i bëjnë sunduesit madh gjithësisë Zotit ton dashur. Tani ajo që është esenciale në këtë jetë, Zoti i madh i qofshin fal në Kur'an i ka shpjeguar gjithë gjërat. Dhe me një ajet që ty duket i vogël, ka thënë o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi muajit Ramazanit siç ka qenë për gjenerata dhe popujt përpara jush, edhe të shpjegom pse. Ne s'kemi i fe që agjëro po pse ku diun. Nuk ka kështu. Në Islam nuk ka kështu. Islami është feja ndërtuar mbi logjikën dhe argumentin. Dhe për çdo gjë që ka urdhëruar i madhi Zot ka treguar dhe për urtësinë e saj. Se me drejt një që sa agjeron, kur i thua ti 17 orë e 30 minuta, avërsisht ka vende që e kanë 15 orë, ka dhe më shumë. Që agjerojmë duhet largohesh nga ushqimi dhe nga pija, ai nuk e percepton dot, nuk e kupton pse. Dhe me drejt pyet pse ta bëj unë këtë. E para mendon se s'bëhet. Është e paarritshme në aspektin fiziologjik, po që fakt e ka gabim se ne jemi dëshmitarët që ajo mund të realizohet dhe lehtë. Thot pse? Zoti i gjithësisë e ka shpjeguar dhe thot la'allakum tattaqun. Thot gjithmonë ja kanë bërë obligim njerëzve të mirë, gjithë gjeneratave të devotshme, gjithë gjeneratave të njerëzve të sinqert për një fakt, ose si mund të themi fakti kryesor se agjërimi është një servis për gjithë qenien tonë. Është operacion siç është treguar pa bisturi për organizmin, për anën fizike, fiziologjike të njeriut, është kthjellim i mendjes. Është stabilitet i shpirtit, është pastrimi i zemrës, pra i ka të gjitha të mirat. Në fund fare, të gjitha këto përmlidhen, la'allakum tattaqun, unë ja u obligova muajin e Ramazanit në këtë formë, siç e keni ju që të bëjni njerëz devotshëm. Jep një sekret Kurani, apo jep një shpjegim, apo jep një vizion, që njeriu musliman dhe muslimane, po tamam, jo musliman dhe muslimane çuditshme, musliman dhe muslimane që donë të besoj me argument, me Kur'an, dhe di për çfarë jeton. Pra, po flasim për Islam tani real, brenda në Kur'an. Islam që me ndjek profetin alayhis salam edhe profetët përpara, jo Islam si mas mendjes tonë. Esenca e njeriut, po t'i pyesësh njerëzit jashtë Islamit, biles edhe brenda muslimanëve, ka i pjesë që se kanë të qartë, ose nuk e kanë vënë si qëllim vetvetes tyre. Për çfarë jeton? Po t'i pyesësh këto jashtë, gjëja e parë që thonë jetoj me bonaj lek.
katastrofë. Në kuptim. Thush jetoj për të bërë para, është përplasje me Kur'an. Je larg shumë. S'ke kuptu kur gjë nga kjo botë. S'ke kuptu as pse të krijoi Madhi Zot. Dhe mbi të gjitha s'ke kuptu që ti je shumë më lart se leku. S'ke kuptu gjë fare. Kur'an thotë wala qad karamna bani Adem. E kemi nderu jo lekun, birin e Ademit, njeriu. Kur i Madhi Zot fuqiplot thotë e kam nderu njeriu, çdo gjë është poshtë tij. S'mund thush di jetoj për lek. Me pyet në i tri thotë jetoj për femra. Në pyet në i femër thotë jetoj të shoh në ideal që ka makinë bukur. Katastrofë. E pa kuptimit. Sepse nuk pa me dritë edhe me nur Kur'anin famlart. Kur'ani na thotë që agjërimi, namazi, veprat e mira na bëjnë njerëz devotshëm nga i Madhi Zot. Kjo është qëllimi për cilin u krijum. Dhe ka një shpjegim tjetër logjik. Ai që jeton për lek, i bën lekt. Vjen i thot kot i bën. Pyete një që ka shku 70 vjeç ka lek shumë. S'ka më kënaqësinë e lekut. Se edhe me dashme shiu mosh 70, 80, 100 nuk e shio dot. Çfarë ka thot kam i nip të mirë aty me atë gëzohen. Nga leku doli ke nipi, mi fjalë gjithë jetara poshtë. Sa i deri dje thoshte jetoj për lek, u bë rob i lekut, sot thot duke se po ma morin këto që vinë mas me. Aty e kanë me thos, s'po vdes këtë ja morin, i bëhet në bela. Apo me radhë këto që i përmene, nuk të ngren këto. Të janë sebeve. S'mund thot i musliman dhe i muslimane e ndershme jetoj për lek. Qëllimi im është po me i form tjetër e thuti po jetoj që të bëhe muslimani i devotshëm, dua të bëj biznes edhe lek. Për çfarë? Të mbaj veten, të mbaj familjen, ndihmoj fen. Të bekofti Madhi Zot, ti e ke bën rrugë për të bëj devotshëm lekun. Po të thush jetoj për lek, je bën rob i lekut, ke marr fund. Apo i pushtetit, apo i femrave, apo me radhë, si shikojmë i pjesë shoqërisë tonë, është gjinaf i madh. S'ke kuptuar kur gjë. Kurse kur ty të begatofti Madhi Zot jeton për të bëj devotshëm, ty të ka mbulu Kurani me mirësi. Thot Kurani, famlart, inna Allahe ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Tha Zoti i gjithësisë është me njerëzit e vet që janë devotshëm dhe janë punë mirë. Dëgjoje vëlla dhe motër, të begatofti Madhi Zot këtë ajet. Inna Allahe ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Tha Zoti i gjithësisë është me njerëzit e devotshëm dhe është me njerëzit punë mirë. Sa është Zoti i gjithësisë me njerëzit jo të devotshëm dhe me njerëzit punë këqij. So Zoti i gjithësisë kur e kanë ngatruar në kohën e sotme. So Zoti më atë që vret. So Zoti më atë që godet njerëzin. So Zoti më atë që i bën dëm njerëzve. So Zoti më ato që gënjen njerëzit. So Zoti më ato që mashtrojnë njerëzit. So Zoti më ato që falënderimet janë të atij që flen gjumse derisa është zgjut vetëm i bën keq dynjas. S'ka lidhje i Madhi Zot me këto, nuk i afron afër mëshirës dhe dashurisë tij të madhe hyjnore. Që mëshira e tij ka përfshirë çdo gjë. Ke këto largoha, inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Tha mëshira e Madhit Zot është afër njerëzve punë mirë, jo punë këqij. Gjëja e parë që përmendi, inna Allahe ma'alladhina taqaw. Zoti është me ato që janë devotshëm. Shikoj si lidhen tani ajeti për devotshmërinë me agjërimin, del pastaj që Zoti i don njerëzit e devotshëm. Qofse ti vëlla dhe motër të begatofti Madhi Zot, kupton edhe përpiqesh, ne s'po themi se do bëjmë Ibrahimi a.s., as Musa a.s., as Nuh a.s., as Isa, as Muhammed Mustafa a.s. Mos të bëjmë se me e shpjegu është më e thjesht, shumë më e vështirë për ta praktikuar. Sa del nga dera e xhamisë, ballavaçohesh edhe nuk je më kaq i forca jemi në xhami, se këtu shejtani ka dalë në pension. Këtu shejtani s'ka vend, po u përmend Rahmani, iku shejtani. Dalim ne nga xhamia, harrojmë që është Rahmani, edhe na vjen shejtani. O kuptohet njeriu se jeta është shumë dimensionale, nuk ka jeta vetëm ders që bëjmë në xhami. Po këtu elhamdulillah të paktën perceptojmë devotshmërinë dhe mirësinë që na dha i Madhi Zot. Kush është i devotshëm, është i bekuar me Kur'an. Në çfarë sensi? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Tha, kush është i devotshëm, do t'i bëj Zoti rrugdalje në çdo situatë jetës. Të vjen në herë jeta vështirë, ke në herë në i breng,
kena i stres, kena i diçka në jetë që të shtrëngohet, të ngushtohet. Thot, wa me yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tha, kush është i devotshëm, edhe nëse do t'i ngushtohet, do t'ja zgjeroj, thot i madhi Zot, nuk e humb kurrë. Sido që të vi situata jetës, jenë mbrojtjen e të madhit Zot, do shpëtosh. E premtuar në Kur'an ka ndodhur realisht me gjithë devotshmit që ka pa historia islame edhe me profetët përpara. Përveç kësaj, për çfarë jeton? Për lek. S'ke nevojë. Boj i devotshëm e ke edhe lekun. Se do t'u yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe e para do ta ruaj, do t'i bëj rrugdalje nga çdo vështirësi, do e furnizoj me para nga se mendon. Ti thu do fitoj këtu, i madhi Zot ta bjen nga se kishë mendu fare. Risk me familje, risk me fëmijë, risk me pasuri, në të gjitha dimensionet. Këto ndodh vetëm për i grup, për ato që janë devotshëm. Kush janë devotshëm? Ato që boni një anije kozmike shkun në Mars, jo. Kush janë devotshëm? Është e thjesht. Dhalikel kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sahabe surën Bekare sa fillon. Alif lam mim dhalikel kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ky është libri i Zotit që ka zbrit Kurani, udhëzim për ato që janë devotshëm. Pra, i devotshëm është ai që ecën me Kur'an. I devotshëm është ai që ecën me profetin alayhis salam. I devotshëm është ai që lexon për Isan dhe ecën rrugën e tij. Ecën rrugën e Musas, rrugën e Ibrahimit, rrugën e Nuhut, rrugën e profetëve të Kur'anit. Vetë profeti është urdhëruar të ecin rrugën e tyre. Edhe ne gjithashtu rrugën e profetit ton që ecin rrugën e profetit. Ulaike alladhina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Kur i përmend profetët përpara, siç kanë qenë ato të shkëlqyeshëm, thotë edhe ti Muhammed në rrugën e tyre ec. Ato ishin që i udhëzoi Allahu. Profetët përpara, Nuh alayhis salam, Ibrahimi i madh, i dashmi i Zotit, Musa që i foli i madh i Zot, Isa që i ngjallë të vdekurit. Tha, ato janë që i begatoi i udhëzoi i madh i Zot në rrugën time, në rrugën e fuqiplotit, në rrugën e Allahut mëdhnushëm, edhe ti ndiqi ato. Dhe ne i ndjekim gjithë ato, ndjekim profetin ton që i ndoqi ato. Shikojnë sa zinxhiri i bukur, i pashkëput, se mendojnë ngaherë që Islami është tjetër dhe Bibla është tjetër. Jo, është një qartësi hyjnore, po njerëzit futen dorën dhe ndryshojnë. Sa ajo është e pastër, ajo është një ndërtesë e mrekullueshme që e zbriti i madhi i Zot për të na udhëzuar neve në tokë. Dhalikel kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ky është libri që s'ka dyshim që është për Zotin e gjithësisë. Udhëzim për ato që janë devotshëm. Sa më shumë do të hyjmë në perlat e detit mallëngjyshëm kuranor. Sa më shumë ne do të ushqehemi me mjaltin e këtij Kurani. Aq më të udhëzuar dhe devotshëm do të jemi. Dhe i madhi Zot fuqiplot, Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu wa taqaddasat ismuhu. Shpjegoi në Kur'an shpesh herë. Dhe i lavdroi shumë jashtëzakonisht ato të cilët janë njerëz përkushtuar, njerëz devotshëm. Njerëz që nuk i lajthit 2017-ta, as 2700-ta, as 1700-ta që kaloi ato që kanë qenë. As viti 3000, 5000, 10000, 100 milion s'ka rëndësi. Është libri i përjetësisë, libri që s'devijon në kohën e më të keqe me qenë. Sepse e ke aty të zezën mbi të bardhë, e ke të qartë, si drita e diellit, tekstet e Kuranit famlart. Dhe e shpjegon qartë që njeriu po eci me këtë Kur'an, pra me bukuritë e Kuranit, me moralin e Kuranit, me vlerat e Kuranit, me vlerësinë e Kuranit, me konceptet e Kuranit, me atë burimin e pastër që rrjedh nga Kurani dhe shkon në shpirt edhe në zemër direkte, je i udhëzuar, je i devotshëm. Pastaj subhanallahu sa shumë ka ky Kur'an e sa komentues kanë dalë në gjithë historikun islam deri tani dhe vazhdojnë dalin akoma duke komentuar perlat e këtij Kur'ani. Do dalim ne përpara të madhit Zoti qofshim fal, xhelle shanu, xhelle xhelalu. Dhe kur i përmend të në Ramazan njeriu i ndjen më shumë. Sepse në fakt jemi në muajin e devotshmërisë, 11 muaj tjerë asnjëherë se kapim dot devotshmërinë që arrim në Ramazan. Se vet formati se si është urdhëruar ajo është problem. E mujtë e tjerë, pse është ushqimi dhe pija t'jep fuqi. Edhe i qik rinia sot palestër, e ne pastaj kur të vjen pasioni madh, hap syt. Për të pa kesa të dush, fillon bjen devotshmëria, zgjerohet pasioni. Në Ramazan pse është mos hani dhe mos pini, për çfarë arsye? Bjen fuqia. Hap syt ti të bëhen mjergull, s'ket shef. Është për Allahut pra i madhnushëm, se mos i të kalosh pasionin, malet e pasionit keq,
Aty fillon stabilizohesh me të madhin Zot. Se këto janë sprova pengesa që ti me arrit ke fuqiploti. Ramazani ti shun këto dhe ti afrohesh ke fuqiploti. Ai që të krijoi, ku ka knajs ini dhahi buni ila rabbi se jehdin. Tha unë shkoj ke Zoti im. Ibrahimi alayhis salam, ai do të mullzoj mua. Ai më ka kriju, kush do mullzoj tjetër përveç ti? Njeriu në fund fare kthehet ke baba dhe ke nëna që u bën sebeb. Si mos kthehet ka ai që i krijoi dhe babën dhe nënën e tij. Zoti xhelleshanu, Zoti jon i dashur. Ditë gjykimit kur dalim përpara të Madhit Zot, do kaloj njeriu etapa. Gjëja e parë është të qëndroj përpara sundusit të madh gjithësisë për një kohë relativisht gjatë derisa ai është i mërzit me gjithë njerëzit. Kuptimi nuk fillon ditë gjykimi. Pastaj mbasi shkon profeti i bën shefat. Gjëja e parë është përndahen librat. Gjithë secili merr jetën e vet në dorë. Mos pyet me USB, me CD, me çdo dalin në të ardhmen. Mos pyet për këto janë detaje. Në Kur'an është përshkruajtur thjesht libri jetës tënde. Do i jepet njeriu do thotë o Zot, jo thot mos ashtu fare, lexoje. Lexoje. Çfarë ke bërë aty do gjesh. Prandaj njeriu është investim i vetes, peng i vetes. Duhet me bëu mirë vëllezër motra nderor, duhet me qenë besimtar të sinqert. Zot më hutu. Duhet me qenë konsekuent. Zot me von kënd me të madhin Zot. Duhet me qenë njeriu mirë dhe i moralshëm. Duhet me qenë vëllezër ne me njëri tjetrin për hir të madhit Zot. Se ka nga ato që futen me na përça. Sa dush i ke. Zoti e di se ku e kanë qëllimin. Ditë gjykimi do dalin kështu transparent fare. Ne i dim, po them që kështu si ide. Mos e ndaj vllai musliman e ke për hir të madhit Zot, çdo që thot dynjaja. Është e lehtë. Është filozofia ajo, shejtaneske. Për çaj muslimanët i gjej gjithmonë të mbarum, poshtrum. Bashkohen muslimanët, marrin der dhe lavdi. Ska vllai musliman mbaroj, ruze ai nuk o engjël. Ka vëllezër musliman që me të pata hedhin fakt, se rob është ai, rob jemi dhe ne, por për të rujt po, nuk do t'ipesh në mënyrë naive. Po vllai është vlla, në emër të Zotit. Edhe kështu vazhdon lexon njeriu librin e jetës vet, vjen veprat peshore, pastaj çasti më final. Kur e ka pyeti herë Aisha radhiyallahu anha bashorti e profetit, tha do takohet i dashuri me dashurin, ai që e ka dashur, për shembull fëmia me prindin, bashorti me bashorten, vllai me vllain, motra me motrën, i afërti me të afërmin, shoku ngushtë me shokun e ngushtë, do takohen ditë gjykimi, ka thënë po përveç në 3 raste, kur shpërndahen librat, vjen veprat peshore dhe kur kalohet ura e siratit. Ktu nuk ka më vllai për vllai, spyt. Fe idha ja'at as-sakha, kur vjen ushtima madhe, vjen belaja madhe thot Kurani, jo me firul mar'u min akhi. Njeriu në këto 3 etapa largohet nga vllai vet. Nga nana dhe babai vet, nga bashortja, nga fëmijët e tij. Pse? Do me ditë a o në xhennet apo në xhenem. Dhe ura e siratit është bela e madhe. I pari që e kalon atë Muhamedi alayhis salam. Del në anën tjetër të urës siratit. Ajo është rruga po kalove, të begatoni i madhi, ajo që ëndër e madhe është ajo për muslimanë dhe muslimanët e sinqertë që lexojnë Kur'anin. Kalova atje yn në xhennet përjetshëm. Subhanallahu al-azim. Alal eraiki yanzurun, do kedi skenë madhe kështu se çaj e bën musliman. A mirë e ke bë, sa ikën ti i thot shokut vet, pas ka ikë shkreti. Tallen njerëzit. Kaq tani më jo po në fillimet islam kujtohet mua po në Mekë ka ndodhur kjo kështu. E këtej i thot musliman, edhe kështu tak i bë me shenjë me sy tjetër, duke u tall. Tregon Kurani se s'kalon detaj. Alal eraiki yanzurun, xhennet thot, hel thu ibel kufaru ma kanu yefalun. Tani thot, ato janë xhennet në përshtetër, jo besimtarët janë akoma si ka thirr Zoti në gjykim, janë belat madhe. Këto që u tallsin. E thot Zoti gjithësisë Kur'an, a ju kthysh problemin që meritojshin atyre që nuk kanë besuar dhe janë tallë me fen dhe me besimtarët. Tim xhennet duke shiju në shijim maksimal, ato janë atje të përvlum. Prandaj nuk bëhesh dot i keq, do të më bëj mirë. Del profeti alayhis salam në anën tjetër të urës siratit. Edhe Xhebrail e mini. E njerëzit sipas vlerave që kanë pas, nga më të devotshmi dhe nga më të devotshmi që kalojnë. Profeti alayhis salam në krahun tjetër thot Rabbi selim, o Zot shpëto sa më shumë. E përshkruan Kurani, pse do të dalë ke devotshmëria. O i minkum, në surën Maryam, o i minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tha askush sipërfaqe tokës që ka jetu biri i Ademit, mashkull apo femër qoftë, e ka borxh me kaluar në siratit. Si shpëton dhe profeti alayhis salam duhet ta kaloj. S'ka kush që i shpëton mos me kaluar në siratit. O i minkum illa wariduha. Çdo kush e kaloi.
Kana ala rabbike hatman maqdiya. E ka vendos dhe e ka prej Madhi Zot, se ndryshon dot më askush. Ato që janë mas profetit, po dhe me Ebu Bekri, profetet e tjerë, po Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Talha Zubejri, 10% me xhenet sahabët e mëdhenj, ato që i dhan fes famën e mbajtjen ashtu siç i takon me mbajt sinqertë, femrat e sinqerta në atë kohë me radhë, kalojnë thot me shpejtësinë e një rufeje të shpejtë, që vetëm ja shohim atë dritën edhe iku. Kaloja ne elhamdulillah për në xhenet. Një tjetër thot me shpejtësinë e kafshës më të shpejtë. Një tjetër thot me shpejtësinë e ecjes, po të paktën kalon. Nuk ka turp, këtu rasiratit është aq i frikshme sa s'ka turp, thot një tjetër e kalon duke u rrëzu. Me duar e me këmbë vetëm ta kaloj. Një tjetër thot pastaj se kalon dot as shumë bjen. Bjen zjarr xhenemit. Tani pse po flasim për devotshmërinë? Thot çdo njeri për ju që ka borxh me e kalu Zoti e ka nda këtë punë. Edhe e shpjegon sunduesi i madh, thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Tha, këtu në këtë çast i shpëtojmë ato që kanë qenë të devotshëm dhe i lejmë zullumqarët të poshtruar dhe të gjunjëzuar. Çfarë mësimi ka? Mësim që me qenë i devot, thumma nunajji alladhina taqaw. I shpëtojmë ato që ishin devotshëm. Elhamdulillah, në Ramazan bëhesh i devotshëm. Kush ecën me Kur'an bëhet i devotshëm. Kush është modest është i devotshëm. Se kush më kishte shkruajt më mërziti në fakt. Kam majtu në gjuman që i kalohet, ju kujtohet, ju e që thash për gjithë o xhallarët, s'ka më të mirë më të keq kur të kaloj mure sirati, Zoti e di kush do kaloj. Selamu aleikum, thotë njoni, mos e ul veten tu e krahasu me o xhallarët e tjerë. Me të ngacmu. I thash kush nga o xhallarët e mban veten që është më mirë se sa të tjerët, s'ka më gjene. Kush nga o xhallarët thotë që unë jam si gjithë o xhallarët e tjerë, ndoshta më poshtë se sa ato, ka hyrë në Islam. Kështu duhet me mendu gjithë xhamati, mos me thonë jam më i mirë se i xhamati aty, kam sa lek më shumë. Kush është ky? S'ka nevojë. Ti shtofti i Madhi Zot, ja shtof dhe atij që ti po mendon ashtu. Ja shtof gjithë muslimanëve i boft i Madhi Zot njerëz me lek, me pasuri, me fuqi, me pushtet, me dinjitet, me krenari. Po s'mund mendojmë për njëri tjetrin se nuk i dihet atje kush fiton kush shumë. Edhe këtu në këtë botë nuk e dim kush është më i gëzuar, më i mirë. Ka rezultuar që ato që kanë më shumë lek janë njerëz më stresuar. Me i gjet ato me qesh do të më i bënë një foto se rrallë qeshin. Me atë flasim drejt. Shef njërin musliman ka lek, vetëm qesh. Se thot elhamdulillah, më ka dhoni Madhi Zot, do mi shtoj. Po edhe po mi paksoj, kam për t'jetu. 10 milion euro, si janë bo 11 këtë vit, është bo kej shumë, qëfar ke? Ty me të hum 9 milion, 1 milion euro, rro dhe një pijot, mos u mërzit, kocet ka begatu i Madhi Zot, s'po begato është mendje më duket, i ka gjithat mirët. Njerëzit vujnë për kuptim. Edhe ato që kanë janë më të mërzit se këto që s'kan. I mërzit ai që ka, i mërzit ai që s'ka se mungon Islami, mungon devotshmëria, mungon kuptimi, mungon vizioni, mungon që të nxjerrësh mjal nga Kurani të jetosh me atë se nuk e zbriti i Madhi Zot, e zbriti si udhëzim për gjithë botrat. I shpëtojmë ato që ishin të devotshëm e kalojnë dhe shkojnë në xhennet dhe i lejmë aty të gjunjëzuar zullumqarët. Mos u bën zullumqar. Çfarë thot zullumqar? Zullumqar me Zotin do thot mos ti zbatosh urdhrat e tij. Zullumqar me njerëzit është i bësh keq njerëzve. Po shpëtove nga këto dyja me Zotin janë rregull. Si kam vendos një gjem në këmbë askujt, o elhamdulillah musliman i mirë. El muslim men selim el muslimune min lisanihi wa yadi, muslimani i vërtet, ka thënë Muhamedi, transmetim të vërtet, muslimani i vërtet është ai që janë shpëtuar muslimanët e tjerë nga dora dhe nga gjuha e tij. Ja la ilaha illallah për islamin që kemi. Çdo të thot mos ti je zullumqar, ti je në rregull me të Madhin Zot. Një dhe e dyta mos ti kesh bë as i grim pa drejtësi as kujt, nëse i bën pa dashje, m'fal valla. Më mirë këtu se sa ti japësh vepra të mira ditë gjykim. Këto janë koncepte sociale për të rregulluar shoqëria. Tjerat janë sufizma, janë kot pastaj. Gënjem njëri tjetrin. Devotshmit shkojnë në xhennet elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu mëndushëm na boft nga xhennet. Zullumqarët thotë shkojnë në xhenem. Tilke l'gjennetu allati nurithu min ibadina men kana taqiya. Dhe e mbyll me ajetin e fundit surës Merjem, thot ky është xhenneti i begat. Ja kemi bërë risk vetëm atyre që janë devotshëm. Pra urën e siratit e kalojnë devotshmit, mirësitë e kësaj bote të devotshmit, bekimin e Zotit të devotshmit, të bekuar për Zotin të devotshmit, njerëzit më të lumtur të devotshmit, profetët ishin njerëzit më të devotshëm që duhet i ndjekim, thot urën e siratit e kalojnë devotshëm. Tilke l'gjennetu allati nurithu min ibadina men kana taqiya. Xhenneti thot ja trashëgojmë dhe e kanë rrezik vetëm njerëzit e devotshëm. Inshallah Zoti na bën prej tyre, amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin.